Në epokën e normalitetit të ri në transportin ajror, udhëtimi me avion nuk është më si dikur. Linjat ajrore po përshtaten vazhdimisht me teknologjinë, me rritjen e kostove operative, me presionin për qëndrueshmëri mjedisore dhe me rregullore gjithnjë më të forta. Dhe shumë nga këto ndryshime ndodhin në heshtje. Nëse po planifikon të fluturosh në vitin 2026, është thelbësore të dish disa gjëra që zakonisht nuk theksohen. Sepse ato mund të ndikojnë në buxhetin tënd, në komoditetin tënd, në sigurinë tënde dhe në të drejtat e tua si pasagjer. Sot po të tregoj 10 sekrete që linjat ajrore preferojnë të mos i bëjnë shumë të dukshme. Sekreti 1. Tarifa bazë është vetëm maja e icebergut. Prej disa vitesh nuk mjafton më të blesh thjesht një bilet vajtje-ardhje. Në vitin 2026 është bërë praktik e zakonshme që çmimi që sheh fillimisht të jetë vetëm një karem. Pjesa tjetër paguhet veçmas, zgjedhja e vendit, rreshti, bagazhi i regjistruar, ndonjëherë edhe bagazhi i dorës, ushqimi në bord, IFIA, hipja me përparësi. Por përveç këtyre tarifave që i njeh, ka edhe kosto më pak të dukshme. Mbi pesh bagazhi. Tarifa për ndryshim itinerari. Shtesa për karburant të qëndrueshëm të aviacionit. Taksa të ashtu quajtura të gjelbra. Në disa vende tashmë aplikohet një shtesë për përdorimin e karburantit SAF, e cila duhet të reflektohet në tarifë. Kjo do të thotë që bileta më e lirë në faqe nuk është domosdoshmërisht kostoja reale më e ulët. Prandaj duhet të kontrollosh me kujdes. A përfshihet zgjedhja e vendit? A përfshihet bagazhi i dorës dhe ai i regjistruar? A përfshihen taksat aeroportuale? A ka shtesë mjedisore? A ka ekstra të detyrueshme që mund të shtohen më vonë? Sekreti 2. Të drejtat e tua si pasagjer po ndryshojnë, jo gjithmonë në favorin tënd. Në vitin 2026 kuadri rregullator për pasagjerët ajror është në zhvillim. Në Evropë, për shembull, Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar një qendrim të ri për forcimin e të drejtave të pasagjerëve, më shumë se 30 të drejta të reja që nga momenti i blerjes së biletës deri në mbërritjen në destinacion. Këto përfshin riorientim, kompensim dhe informim të qartë. Por paralelisht, linjat ajrore përfshin në kontratat e transportit klauzola që kufizojnë përgjegjësinë e tyre ose vendosin kushte për ushtrimin e të drejtave. Dhe jo të gjitha fluturimet operojnë nën të njëjtat kushte, sidomos në linja ndërkombëtare më pak të rregulluara ose me kompani me kosto të ulët. Sekreti 3. Komoditeti nuk varet vetëm nga klasa e biletës. Në vitin 2026 presioni mbi hapësirën e pasagjerit është real. Gjerësia e sediljes, hapësira për këmbët, korridoret, të gjitha janë bërë çështje e ndjeshme. Sipas parashikimeve afatgjata të IATAs, kërkesa për fluturime vazhdon të rritet. Për të ulur kostot, disa kompani shtojnë densitetin e vendeve. Në të njëjtën kohë po prezantohen politika të reja për pasagjerët me trup më të madh, përfshirë kërkesën për blerje vendi shtesë ose kushte specifike. Sekreti 4. Hipja dhe bagazhi janë një fushë me mina. Në vitin 2026 shumë kompani kanë rafinuar mënyrën si tarifojnë. Bagazhi i dorës mund të ndryshojë sipas tarifës. Vendodhja e sediljes mund të ketë çmim të ndryshëm. Hipja me përparësi mund të varet nga statusi ose nga paketa e blerë. Shumë pasagjerë përballen me tarifa të papritura në aeroport. Ndryshim vendi në moment të fundit. Mbi pesh. Tejkalim dimensionit të bagazhit të dorës. Tarifa të minutës së fundit. Sekreti 5. Upgrade nuk është më rastësi. Në vitin 2026 upgrade falas drejt business ose first class është shumë më i rrallë. Programet e besnikërisë janë transformuar. Upgrade falas janë reduktuar. Zgjedhja e vendeve premium është kthyer në burim të qëndrueshëm të ardhurash. Me përdorimin e inteligjencës artificiale dhe analizës së të dhënave, linjat ajrore identifikojnë pasagjerët me probabilitet më të lartë për të paguar për një përmirësim dhe u drejtojnë oferta selektive. Nëse pret upgrade falas, po mbështetesh në diçka gjithnjë e më të pamundur. Sekreti 6. Teknologjia po riformëson përvojën tënde, por jo gjithmonë për ty. Hipja biometrike, check-in automatik, gjurmimi GPS i bagazhit, argëtimi i personalizuar me inteligjencë artificiale dhe interneti me shpejtësi të lartë po bëhen standard. Por teknologjia përdoret edhe për optimizim kostosh. Më pak staf. Më pak asistencë.
Ndryshime në dokumentacion digital pa paralajmërim. Nëse sistemi biometrik ose kiosku dështon dhe nuk ke kopje rezervë të biletës ose qrës, mund të përballesh me vonesa. Personalizimi i bazuar në të dhënat e tua mund të nënkuptoj oferta më të shtrenjta sipas historikut tënd. Ruaj kopje të dokumenteve dhe përgatit një plan B. Sekreti 7. Qëndrueshmëria nuk është më opsionale dhe përkthehet në tarifa reale. Në vitin 2026, çmimet e karburantit, presioni rregullator dhe kërkesa për fluturime më të gjelbra po ndikojnë drejt për drejt në atë që paguan ti si pasagjer. Shumë linja ajrore tashmë kanë transferuar këto kosto tek klientët përmes shtesave për karburant të qëndrueshëm, taksave ekologjike në aeroport ose rregullimeve të tarifave për avion më të vjetër. Ajo që nuk theksohet drejt për drejt është kjo: kur zgjedh një avion më të vjetër ose një aeroport me më pak infrastrukturë të gjelbër, mund të përballesh me kosto të fshehura ose me rrezik më të lartë për vonesa dhe shërbim më të kufizuar. Edhe opsioni ultra low cost mund të duket ekonomik në fillim, por në praktik mund të nënkuptojë avion më të vjetër, rrugë me më shumë mbi ngarkesë, aeroport sekondar, më shumë rrezik për vonesa. Prandaj, kur blen një bilet, kontrollo çfarë lloj avioni përdoret. A ofron kompania karburant të qëndrueshëm? Në cilin aeroport konkret do të zbresësh? A ka shtesa mjedisore të përfshira? Sepse në fund ti nuk po paguan vetëm për fluturimin, po paguan edhe për gjurmën mjedisore që ai fluturim lë pas. Sekreti 8. Pasagjerët ndërkombëtar përballen me rreziqe shtesë. Të udhëtosh nga një shtet në tjetrin nuk është vetëm çështje pasaporte. Në vitin 2026, fluturimet ndërkombëtare janë subjekti rregulloreve të ndryshme, kodeve të sigurisë shtesë, sanksioneve të mundshme dhe ndryshimeve në shërbim sipas itinerarit. Shpesh reklamohet një tarif nga ky aeroport, por nuk theksohet se mund të ketë ndryshim avioni, pritje të gjata në tranzit, ndryshim aeroporti brenda të njëjtit qytet, ose riorientim për arsye operacionale. Disa kompani me kosto të ulët ndërkombëtare pranojnë rezervime edhe kur itinerari mund të ndryshojë më vonë. Edhe nëse legjislacioni evropian ose i një bloku tjetër të mbron, procesi i kërkesës për kompensim mund të jetë kompleks dhe i gjatë. Para se të rezervosh, pyet veten: është fluturim direkt apo ka ndalesë të gjatë? Ka ndryshim aeroporti gjatë tranzitit? Çfarë ndodh nëse fluturimi anulohet ose riorientohet? Si menaxhohet kompensimi? Mbaj gjithmonë kopje të emaileve, faturave dhe biletave. Sepse në një itinerar ndërkombëtar, bagazhi yt mund të jetë nën kontratën e operatorit të parë, dhe nëse humbet një segment, kërkesa mund të kalojë përmes disa kompanive. Sekreti 9. Konfigurimi i sediljes ka vlerë të fshehur. Në vitin 2026, edhe brenda klasës ekonomike ka nivele të ndryshme. Mund të ketë rreshta me më pak hapësirë për këmbët, zona pa dritare, sedilje pa ekran, tarifa pa zgjedhje vendi, bagazh i dorës i kufizuar. Edhe pse bileta thot ekonomike, kushtet reale mund të ndryshojnë ndjeshëm brenda së njëjtës kabinë. Për shembull, tarifa mund të lejojë bagazh dore deri në një dimension të caktuar, por për shkak të mbingarkesës së kabinës, bagazhi mund të dërgohet në bagazh të regjistruar me tarifë shtesë. Ose mund të ofrohet sedilje standarde dhe sedilje komode pa shpjegim të qartë për diferencën reale. Çfarë duhet të bësh? Kontrollo modelin e avionit. Lexo përvojat e fundit të pasagjerëve në atë itinerar. Shiko gjerësinë e sediljes dhe shkallën e reklinimit. Në fluturime mbi 4 ose 5 orë, pagesa për një vend më të mirë mund të ndryshojë krejtësisht përvojën. Shumë pasagjerë zgjedhin automatikisht opsionin më të lirë pa analizuar diferencën reale të vlerës. Ti mund ta shmangësh këtë duke qenë i informuar. Sekreti 10. Linjat ajrore dinë më shumë për ty se sa mendon. Në vitin 2026, përdorimi i të dhënave, inteligjencës artificiale dhe analizës së sjelljes së klientit është shumë i avancuar. Linjat ajrore analizojnë sa shpesh udhëton, kur rezervon, çfarë lloj bilete blen zakonisht, nëse preferon fleksibilitet apo çmim minimal. Kjo u lejon atyre të aplikojnë çmime dinamike dhe oferta të personalizuara. Nuk është vetëm çështje pasagjeri shpesh.
Mund të kategorizohesh si rezervon në moment të fundit ose preferon fleksibilitet dhe tarifa që she mund të ndryshojë sipas këtij profili. Si ta kundërshtosh këtë? Rezervo me kohë. Provo kërkime nga pajisje ose shfletues të ndryshëm. Kontrollo nëse çmimi ndryshon nga një vend tjetër. Verifiko përdorimin korrekt të miljeve ose pikëve. Kjo nuk garanton gjithmonë çmimin më të ulët, por të bën të vetëdijshëm për mënyrën si funksionon sistemi. Të udhëtosh në vitin 2026 nuk është më thjesht të hipësh në avion dhe të presësh të mbërrish. Është të kuptosh si funksionon kombinimi i teknologjisë, rregulloreve, marketingut, ekonomisë dhe qëndrueshmërisë. Nëse ignoron këto 10 sekrete, përvoja jote mund të jetë më e kushtueshme, më pak komode ose me më pak të drejta se sa mendoje. Por nëse i di, bëhesh një pasagjer i informuar. Një pasagjer që zgjedh me vetdije, që kupton çfarë përfshihet në bilet dhe çfarë jo, dhe që nuk surprizohet në mes të procesit. Mos hip në avion në vitin 2026 pa i ditur këto gjëra, sepse linjat ajrore shpesh zbulojnë më pak se sa fshehin. Por ti mund të jesh një hap përpara. Nëse kjo video të ndihmoi, jep një pëlqim, abonohu dhe shpërndaje që më shumë njerëz të udhëtojnë të përgatitur këtë video. Shkruaj në komente cili sekret të befasoj më shumë dhe çfarë teme do të doje të trajtonim në videon tjetër. Faleminderit që je këtu dhe shihemi në fluturimin e radhës.